Sezoni i vjeljes së ullirit ka nisur me përgjysmim të rendimentit në Kurjan të Roskovecit, zonë e njohur për kultivimin e kësaj kulture. Shkak duket se është bërë moti pa përshtatshëm në stinën e pranverës që sipas kultivuesve të ullirit dëmtoi pemën në kohën që lulëzonin, por edhe thatësira e tej zgjatur. Astrida Bedinaj ka 700 rënj ullinj dhe këtë vit parashkon gjysmën e prodhimit krahasuar me një vit më parë. Vitin e kaluar prodhova 230 kuintal ullinj, thot kultivuesi prej 2 dekadash, ndërsa këtë sezon nuk do të marr as gjysmën, ndërsa thekson se është i vetmi fermer në zonë që përdor plera organik. Pavarësisht kësaj, ulja e prodhimit ka qenë e pashmangshme, ka thënë ai, ndërsa u ka bërë thirrje ekspertëve të bujqësisë, duke i orientuar për kryerjen e shërbimeve në plantacione me ullinj, me qëllim maksimizimin e prodhimit për vitin pasardhës. Jam kultivues i rregullt i ullirit. Kam prej 20 vjetësh që merrem me ullinj. Por si vjet ulliri është i dobët. Unë e krahasoj me vjet, me par vjet. Arsyet nuk e di. Nuk e di kushtet klimatike, temperaturë lartë në behara, por si vjet nuk ka shumë rendimente. Në krahasim me vjet, si vjet është 50% për mos edhe 7 vjet. Ne jemi në fshat që të gjitha tokat i kemi berë ullinj, por si vjet është vështirë. 2-3 veta mund të jemi në fshat që bëjmë pak ullinj, të tjerë nuk kanë. Unë vjet bëra 230 kuintal ullinj, 23 ton, 35 kuintal vaj, si vjet janë të gjysmat. Tani, kur themi 2-3 veta, fshati si vjet me ullinj që ka nuk jeton dot. Ndërkohë, kultivuesi Namik Sefedini, i cili zotëron 300 rënj, thotë se rënja e ndjeshme e prodhimit të këtij viti do t'i dëmtojë rënd ekonomi familjare, pasi nuk ka burim tjetër të ardhurash. Jetë shumë dobët. Shumë dobët. Ca ran shirat, po ran shirat më të në maj, rëzon në lulet. Në lulet. E tha cilat ndikojnë pasandej gjatë beharit, edhe ato kokra që mbajtën, të tëra i rëzon. Vjetë, në rreth 200 ullinj, pata mbi 40 kuintal ullinj. Po si vjet? Që s'pan të tërë. Kurse si vjet, kur t'i bëj 2-3 kuintal, them që i bëra. Fare, qa kemi pensioni im edhe i plakës, që marim nga 89 lek, pension edhe asë që teatr. Po ne nga shteti mund të kërkojmë shumë gjera, po shumë keq jemi, po të qarë do bëhet, se qa do ndodhi nuk e dim. Ky sezon i vjeljes së ullirit është katastrofë, thot Ajet Duraj. Nuk do të mund të përpunojnë vaj as për nevojat tona. Ndërkohë Duraj u ka bërë thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse të kontrollojnë edhe cilësinë e dobët të plerave kimik që vijnë nga jashtë, pasi sipas tij është një tjetër faktor që ka ndikuar në uljen e prodhimit. Si vjet ulliri i ra në lulet, i ra një ftomë edhe ai dëmtoi komplet. Kurse vjet neve morëm prodhim, ishim të kënaqur. Kurse si vjet rrezikojmë të e bëjmë dot vajin tonë apo se bëjmë dot. Çfarë ja unë me pensionin tim. Ku jeta tara? Unë kam 300 drur që janë prodhim. Dhe nuk bëj dot vajin tim si vjet. Kosto prodhimit të ullirit ka shumë kosto. Dhe se ai do frezën, ai do plen, ai do plen organik. Neve edhe ai ple ullirit që na vjen, ai është vetëm gur. Shteti të kontrolloj plerat që vijnë nga jashtë, që është prej sakta apo është prej gur. Edhe cilësia e dobët e plerave, se tani ajo do të ishin me fakte, të kur zon shirat, jo hon plen ulli dhe zon shirat, shkriu pleu nga diguri në rrejën e ullirit. Shteti këtë të bëj, të kontrolloj plerat. Është prej sakta apo është prej me gur. Ndërsa çmimi përfundimtar i shitjes së vajit nuk është përcaktuar ende, këtë sezon parashikohet 800 lek për litër, por në mungesë të prodhimit nuk mund t'i gëzojmë këtë çmimi të leverdishëm, thon kultivuesit. Kodrat e Kurjanit janë 90% të kultivuara me ullinj dhe kjo kulturë është burimi kryesor i të ardhurave të fermerëve, të cilët përballë prodhimit të pakët, përballen me vështirësi të mëdha mbijetese.